Ваљбон Лимани и Исен Шабани победија во трката на повторените локални избори за градоначалници на општините Гостивар, односно Врапчиште. Двајцата кандидати на НАИ. Лимани освои 15.345 гласови во споредба со Невзат Бејта од Влен, кој доби 7.510 гласови. По објавувањето на резултатите, Лимани им се заблагодари на граѓаните и рече дека ќе работи за доброто на градот. Гостиварасит вотуан me gostivari në zemër dhe të gjithë u dërgojmë vetëm një mesazh, të fala nga Gostivari. Falenderojmë çdo aktivisti, çdo qytetari i cili votoi, por edhe i cili nuk na votoi. Pej këtu zotohemi se edhe unë, edhe i gjithë ekipi, edhe Këshilli Komunal do t'i shërbejmë Gostivarasve mbi gjitha ndershëm dhe do ta bëjmë më të mirën për Gostivarin. Ju falenderoj. И по поразот Бејта продолжи со обвинувањата против кандидатот. Ata e ka shpërdorën financat e komunës të cilët i kanë plashkitur, edhe për një javë rresht ata kanë ndajtur shumë para të qytetarët e Gostivarit, edhe besoj se institucionet e shtetit do të hyjnë në komunë dhe do të vërtetojnë krimin që e ka bërë Taravari dhe e ka vazhduar Limani. Na do të vazhdojmë me aktivitetet tona edhe besoj se çdo gjë do të dalë në sipërfaqe. Во општината Врапчиште Исен Шабани собра 5414 гласови во споредба со кандидатот на Влен Зулхајра Демири, кој доби 3135 гласови. Sonte jemi këtu para jush për të festuar fitoren në komunën e Vrapçishtit, ku ne po të njëjtë të themi kemi një rezultat 2-1, afërsisht nëse përkthejmë në numër të votave, dallimi o diku 3000 vota jemi ne përsi. Falenderim të veçantë për aktivin politik të Aleancës Kombëtare për Integrim. Sigurisht që nuk diskutohet dhe liderëve tanë që na kanë mbështetur maksimum 24/7, zotin Arvend Taravari dhe zotin Ali Ahmeti. Na pritet mbara urime. Повторени избори имаше и во Маврово и Ростуш и Центар Жупа. Во Маврово Ростуш победи Онер Јакуповски од ВМРО од ДПМН против Анес Ахмет од СДСМ. Во Центар Жупа за градоначалник беше избран Аријан Ибраими од Турската партија.